Asnjëherë nuk dihet se ku mund të bashkohen dhe të ndahen rrugët e jetës, pasi ato që shpesh nisin si dashuri të mëdha, mbarojnë me lot. E tillë ishte edhe martesa e Sokol Ballës me Belinda Ballukun, e cila në atë kohë nuk ishte emër i njohur në media. Pas martesës, çifti i erdhën në jetë 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë, por më pas ato vendosën të divorcohen. Belinda arriti majat e suksesit në karrierën politike, duke u bërë edhe njeriu më i besuar i Ramës, i cili i dha asaj postin e zëvendës kryeministres. Ndërkohë që gjatë kësaj kohe Balla vijoi karrierën e tij si gazetar politik në televizione të ndryshme, por ndryshe nga Belinda, ai është martuar përsëri dhe i ka ardhur në jetë një vajzë. Së fundmi, karriera e ish bashkëshortes së tij është tronditur nga themeli, pasi ajo është marrë pa ndehur nga SPAK dhe nuk dihet se si do të shkojnë gjërat më tej. Kjo situatë ka tensionuar edhe Ballën, sepse në fund të fundit Belinda është mamaja e 2 fëmijëve të tij dhe çdo vendim që mund të marrë drejtësia për të do të reflektohet patjetër edhe në familjen e saj. E në këto momente kur gjërat janë kaq të tensionuara dhe nuk dihet se si do të shkojë fati i Ballukut, Sokoli ka marrë në intervistë kryeministrin për ta pyetur, midis të tjerave, se si do të shkojë fati i Belindës dhe a mund të shkarkohet ajo nga posti që mban. Edi Rama ka qetësuar Ballën dhe i ka thënë se Belinda do të vijojë punën dhe nuk do të shkarkohet nga asnjë pozicion që mban, pavarësisht se ajo është person nën hetim. Më tej, Rama tha se SPAK ka çështje më të rëndësishme se Belinda. Ai u shpreh se SPAK duhet t'i jap më rëndësi dhe të merret me çështjen e 21 janarit dhe ta zbardhë se çfarë ka ndodhur. Kjo përgjigje i ka dhënë qetësi jo vetëm Ballës, por edhe Belinda Ballukut, se kryeministri do të vijojë ta ketë në krye të punëve të tij.